Për herë të parë, e takova Rajnën në stre. Ishte e zakonshme për mua të shija një emigrante të paligjshme, shumë të re, por edhe shumë të trembur, të strukur diku aty në një qoshe. Një ditë ju afrova Rajnës dhe ajo më tha se kishte gjetur burrin që dëshironte. Ai është burri perfekt, Klara. Ka diçka të veçantë tek ai. Thjesht e di se do të më mbrojë dhe nuk do të më lëndoj kurrë. Ai është ndryshe, jo si burrat që kam njohur më parë, tha ajo. E vetmja gjë që mund të bëja ishte t'i uroja gjithë të mirat. Në fund të fundit, ajo po kalonte një kohë shumë të vështirë pasi u largua nga shtëpia publike. Madje kaloi dhe muaj të gjatë depresioni e frike. E njoh këtë lloj ndjesie. Ndjesinë se ke gjetur një burr, të cilit mund t'i besosh plotësisht. Por po ju them se, kur Rajna u largua nga streja dhe kapi për krau atë burr, instikti im më përshpriti. Ndjej se diçka nuk shkon këtu, sepse sa po vura re kapjen e ftohtë, të ngutshme e të fortë atij burri. E kuptova se nuk e bënte për shkak të dashurisë së tij për Rajnën. Por ajo ishte një vajzë e rritur. Ç'mund mund të bëja unë? Për një kohë shumë të gjatë, nuk mora vesh asnjë gjë nga Rajna. Pastaj, disa muaj më vonë, mora një telefonat nga një grua, së cilës ja njoha zërin menjëherë. Ishte infermiere në spital. Marta, faleminderit që më more në telefon. Çfarë i ka ndodhur Rajnës? Unë mendoj se është një shpërthim tjetër i dhunës në familje. Por nuk je e sigurt për këtë, apo jo? Jam thjesht një infermiere, Klara. Nuk mund të bëj një telefonat të tillë derisa pacientja të pranojë se është abuzuar. Dgjoj. Unë di vetëm se një nga fëmijët mori policinë në telefon, sepse kishte dëgjuar thirrje dhe ulërime. Kur mbërriti policia, Rajna ishte, siç mund ta shohësh edhe vetë. Ka goditje në kokë, në fytyrë, një krah dhe një kyç të thyer, të nxjera. Është me fat që mori fëmijën në telefon sepse kush e di se ç'mund të kishte ndodhur. E dija. Ai burr perfekt. Nuk ishte dhe aq perfekt. E di se ajo nuk ndihet shumë e fat në këto momente, por a mund të hyj ta takoj? Po, të lutem. Shpresoj të kesh mundësi ta ndihmosh. Faleminderit, Marta. Rajna, si e? Jam unë Klara. Dëgjova se ndodhi diçka dhe erdha sa më shpejt që munda. Më vjen keq. Nuk duhet të kishin shqetësuar ty. Po nuk është shqetësim, vërtet. Më ka marrë malli për ty. Dhe jam e kënaqur që po të shoh përsëri. Më fal që nuk kam ardhur të takoj. Kam dashur të vi, por gjithmonë më dilte diçka. E kuptoj. Por ja që kështu është jeta. Po si ndihesh tani, ë? Do të bëhe mirë. Vetëm se dua të dal për këtej. Çfarë i bën Viktorit? More vesh gjë? Jo, nuk di asgjë. Ma merr mendja se është në burg. Jo, ta marr dreqi. Unë e kam gjithë fajin. Duhet ta nxjerr patjetër prej andej. O jo, nuk mund të shkosh asgjë kundi kështu siç e bër Rajna. Ti nuk mund as të shohësh. Shiko, syti ke të injtur, pothuajse të mbyllur fare. Por ai ka nevojë për mua. Viktori është burr i rritur. Mund të kujdeset vetë për veten e tij. Në këtë moment, ti duhet mendosh për veten tënde. Nuk më gjen gjë mua. Ai ka nevojë për mua tani. Duhet të shkoj. Nuk është egoizëm të kujdesesh për trupin tënd të thyer, Rajna. Nuk mund të përmirësohesh nëse nuk i jep vetes kohë për të shëruar. Nuk mundem. Viktori është vetëm në atë burg të qelbur. Kush e di sa i zemëruar është edhe i lënduar. Viktori nuk është vetëm në burg. Aty ka roje që kujdesen për sigurinë e tij. Do të ketë ushqim dhe një vend për të fjetur derisa të dalë përsëri nga burgu. E po,
Ndoshta ke të drejtë, por ai do të zemërohet si dreqi me mua. E kam unë fajin që ai është në burg. Për shkakun tim ai mund të humbas punën. Çfarë mund të bëj? Po ta përsëris, Viktori është i rritur. Ai bën zgjedhjet e tij dhe një nga këto zgjedhje ishte që të rritë ty. Ai nuk më goditi. Po mirë atëre, si e theve dorën, ë? Ishim kapur për dorë dhe ai u zemërua dhe nuk po e kuptonte se çfarë po bënte. Ishte faji im. E po dora jote nuk kërkoi të thyej vetë, Rajna. Jo, të lutem, Klara, mos u zemëro me të. Nuk duaj që ai të ketë probleme. Është faji im, vërtet. Dëgjon, nuk jam këtu që t'i hap probleme Viktorit. Unë jam këtu për ty, Rajna. Jam këtu sepse të dua si motër dhe ti nuk je mirë. Ke nevojë për ndihmë dhe unë dua që të ndihmoj. Unë do të bëhe mirë, thjesht kam nevojë për Viktorin. Ai vërtet që nga bërë gjithë bota jote, apo jo? Ë? Klara, ai më do. Nuk mendoja se do më donte ndonjë burr, sidomos pas gjërave që kam bërë. Ai ke iden se me sa shumë burra kam shkuar. Isha për shumë kohë në rrugë, por Viktori nuk e kishte problem këtë. Ai më pranoi siç isha, më tha se dëshironte të më bënte të lumtur. E kuptoj. Edhe unë këtë mendoja për Gjonin. A të kam treguar për Gjonin, hë? Jo, Më dëgjo. E takova Gjonin pasi u largova nga shtëpia publike. Dhe ai më tha se nuk donte t'ja dinte për të kaluarën time. Thjesht do ta harronim se ekzistonte. Më tha gjithashtu se edhe nuk do të lejonte kurrë që një burr të më prekte në atë mënyrë. edhe Viktori kështu tha. Ai tha se gjithmonë do të më mbronte. Me të gjithmonë ndihem e sigurt dhe e mbrojtur. Dhe kjo është ndjesi e bukur, apo jo? Të gjithë duam të ndjehemi të sigurta përsëri, por a je sigurt me Viktorin vërtet? Pra, do me thënë, është edhe romantik? Të sjell dhe lule? Gjithmonë. Dhe më parë më shkruante edhe poezi. Shumë romantik. Po, mund të jetë edhe i ëmbël dhe i butë, Klara. Është një njeri krejt tjetër që fshihet brenda ti, dhe ai më lejon vetëm mua ta shoh atë. Edhe Gjoni kështu ishte. Uleshi me flisni me orë të tëra, dhe ai më hapte zemrën për çdo gjë. Të gjitha gjërat e këqija që kishte kaluar, më shtrëngonte fort dorën dhe unë mendoja, ai ka nevojë për dikë që ta doj. Dhe ndoshta, nëse unë do ta doja shumë, ai do të shfaqte ëmbëlsinë dhe butësinë edhe me njerëzit e tjerë, të cilët do të fillonin të shihnin atë njeri që shihja unë. E di, do doja shumë që njerëzit ta shihnin Viktorin ashtu siç e shoh unë. Ai është njeri i mirë, edhe më do, thjesht nuk di se si ta shpreh dashurinë. Ke të drejtë. Ai nuk di si të doj. Thellë brenda ti, ai ndoshta është shumë i pasigurt, shumë i friksuar, se mos njerëzit mendojnë se është i dobët. Oh, por unë e di se një ditë ai do të përmirësohet. Akoma nuk është përmirësuar? Jo, në fillim ishte më i mirë, por që kur filluam të jetonim bashk, u bë shumë i largët edhe i ftohtë. I largët? Po, nuk më fliste për disa ditë dhe gjithmonë duke i nevrikosur me mua. Ai thotë se është i mërzitur nga puna, shefi i tij është shumë kërkues. Unë e kisha një punë, por ai nuk dëshiron që unë të shkoj më atje. Thotë se një burr i vërtet duhet të kujdeset për familjen e tij. Po kjo nuk është gjë e keqe. Por vërtet është shumë presion mbi të. Si e përballon ai? Më shumë ty mos edhe pi, edhe Mund të ma thuash, unë nuk do ta kritikoj atë, Rajna. Madje as ty. kurrë nuk e di se çfarë do të bëj ai, Klara. Është njësoj sikur shpërthen pas një shkak. Pastaj kërkon falje edhe për zemërimin e tij, fajson një situatë në punë ose diçka që un kam thënë, çfarë do që të jetë. Një ditë më bërtiti vetëm sepse theva një pjatë. Un jam vërtet budallaqe dhe rrëmuja xhesh. Gjithmonë i bëj lëmsh gjërat. Pa më shiko pak në sy, Rajna. Ti nuk je budallaqe. Po jam. Gjithmonë e prish jetën time, ose jetën e dikujt tjetër. Ndonjëherë mendoj se do të ishte më mirë sikur të mos ekzistoja fare. Jo, Rajna, të lutem, mos e mendo këtë gjë. Unë të dua dhe do më mungoje shumë po të mos ishe në këtë botë. Edhe Viktori kështu thot. Ai thot se nuk mund të jetoj dot pa mua. Rajna, a të ka thënë ndonjëherë Viktori se do të vras veten po e le ti? Çfarë? Sepse Gjoni e thoshte shumë shpesh këtë gjë. Sa herë që mendonte se unë mund të largohesha, thoshte se do të vriste veten. Madje një herë kishte dhe armë, dhe po më thoshte se sa e lehtë ishte ta shkrepje dhe të mbyllje gjithçka. Edhe Viktori e ka bërë këtë më parë, me thik. A e bëri Gjoni? A e vrau veten? Jo. Është për të qeshur se të gjithë njerëzit që thonë se do të vrasin veten shumë herë,
nuk e çojnë deri në fund atë gjë. Po përse do ta thoshte një gjë të tillë nëse nuk kishte ndërmend ta bënte? Frik, nga frika. Ai e di se ti ke një zemër të butë dhe nuk dëshiron të lëndosh askënd. Dhe ai e di se si të manipuloj dhe të përdor këtë zemër të butë që ti të mos ta lësh atë kurrë. Por unë e dua dhe nuk dua ta lë. E di, por frika e ti nuk ka filluar me ty. Ajo mund të ketë filluar që në fëmijëri dhe është rritur më shumë bashkë me të. Ai ka frikë të besoj ty, ka frikë të humbas, ka frikë nga shumë gjëra dhe ndoshta thellë brenda vetes, ai e di që po bën gabim kur të lëndon, por thjesht nuk dëshiron të ndryshoj. Të paktën të ndryshoj aq sa mos të lëndoj më. Atëherë, unë mund ta ndihmoj. Nëse qëndroj me të, ai do të shohë se dikush e do dhe pastaj do ndryshoj. Rajna, ti ke një zemër të madhe. E vetmja gjë që do është të shpëtosh Viktorin. Ti dëshiron të zjatësh krahët e ta përqafosh, për ta mbrojtur dhe për ta bërë të lumtur. Është e vërtet? Kjo është gjithçka që dua. Por ndonjëherë duhet të bësh disa hapa mbrapa dhe të mendosh se kush po ndryshon në të vërtet. Çfarë? A të kujtohet kur u largove nga shtëpia publike dhe erdhe në stre? Çfarë më the? Nuk më kujtohet. Kjo kokë e mallkuar më dhimbte kaq shumë. Mirë pra, më kujtohet mua. Ti më the. Nuk mund ta bëj më këtë. Jam e lodhur nga grushtat dhe nga shkelmat, dhe nga trajtimi sikur të jem një qese plerash. E urrej veten time dhe e urrej ndjesin që po më jep kjo punë. Dua që të jem përsëri njeri. Rajna, kur mendon për veten tënde, si ndihesh? Unë ndihem budallaqe dhe pa vlerë, dhe trupi më dhëmb vazhdimisht, nuk pushon asnjëherë. Po nuk ndihesh e kështu kur u largove nga streja. Diçka ka ndryshuar. Nuk e kuptoj. Nuk mund të kuptoj asgjë nga ato që po më ndodhin. Ti po përpiqesh të gjesh kuptimin e diçkaje që mund të ketë kuptim. Dëshiron ta ndihmosh Viktorin dhe vërtet beson se mund ta ndihmosh atë? Por çfarë ndodh pastaj? Ai të vërtet, të godet, ose të thot diçka të keqe, dhe ti nuk mund ta kuptosh, sepse po bën çdo gjë që ti mundesh për të qenë sa më e mirë me të. Po, unë thjesht dua që ai të jetë i lumtur edhe të më doj. E kuptoj. Të gjithë kemi dëshira të zjarta brenda nesh. Duam që të dashurojmë dhe të na dashurojnë. E di shumë mirë, sepse e kam provuar vetë këtë gjë. Kam qenë në një shtrat spitali ashtu si edhe ti, me trupin të thyer dhe me zemrën që thërriste, përse nuk mund ta bëj që të më doj o Zot? Pse nuk mundem drejt që të haj? Po nuk mundesh pra. Nuk mundesh ta bësh atë të doj, sepse ai është burr dhe ka mendimet dhe problemet e tij. Ti nuk ke fuqinë të rregullosh problemet e tij, Rajna. Vetëm 2 persona mund ta bëjnë këtë. Viktori dhe Perëndia. Mendoj se ai ka nevojë për dashuri. Dhe unë vërtet e dua, Klara. E di që e do. Dhe ndoshta do ta duash gjithë jetën tënde, por nuk duhet ta lejosh të lëndoj. Kjo nuk të ndihmon ty. Dhe as atë nuk e ndihmon. Duhet të kuptosh diçka. Viktori nuk do të mësoj të kontrolloj veten, apo të doj ty më shumë, nëse ndjen se mund të bëj me ty gjithçka që ai dëshiron. Dhe ajo që ti po bën është se po i tregon që nuk ka problem nëse të godet apo lëndon të tjerët. Por në fakt ka shumë problem. Dhe në një farë mënyre, ti po thua se ai ka të drejtë. Ndoshta ka pak të drejtë. Dua të them që unë jam e dashura e tij. Po jetoj me të. Është puna ime që ta bëj të ndihet i lumtur dhe i dashur, dhe të bëj çdo gjë që dëshiron të bëj apo jo. Duhet të jem e përulur. Edhe Bibla e thot këtë. Po, por janë edhe disa fjalë të tjera në Bibël që duket sikur njerëzit i harrojnë. Ja, 1 minutë sa ti shoh? Gjithmonë e mbaj një Bibël të vogël në xhep. Ja ku është. Mirë pra. Ti ke dëgjuar pjesën që thotë se gratë duhet u nënshtrohen burrave të tyre? Po, nuk jam akoma gruaja e tij, por pothuajse. Kështu? Pra, këtu thuhet se gratë duhet u nënshtrohen burrave të tyre, jo çdo burri. Sepse dashuria na shtyn që të bëjmë atë që dëshiron personi që duam. Dhe ky është nënshtrim. Por dëgjoj se çfarë thuhet më njëherë pas kësaj. Ju burra, ti doni gratë tuaja, sikurse dhe Krishti ka dashur kishën. Çfarë do të thotë kjo? Rajna, kur një burrë do gruan e tij, tregon respekt ndaj saj. Nuk e fyen atë. Ai e mbron gruan e tij dhe nuk e godet, apo ta përdori atë në asnjë mënyrë. Dhe në vend që ta detyroj gruan të bëjë gjëra për të, ai duhet jap gjithçka nga vetja e vet për gruan që do. Siç e sheh, edhe këtu është shkruar se burri duhet ta dojë gruan e tij në të njëjtën mënyrë si Krishti do kishën e tij.
kjo do të thotë se dashuria e tij nuk duhet jetë egoiste. Përkundrazi, duhet të jetë sakrifikuese. Çdo gjë që burri bën dhe thot, duhet të nxjisë gjërat më pozitive te gruaja e tij. Klara, kur nuk kam parë një burr të tillë. As unë nuk kam parë shumë burra të tillë, por ja që ka. Kam parë vajza që kanë gjetur burra vërtet të mirë. Burra që nuk duan t'ja dim për të kaluarën e tyre. Burra që nuk i quajnë kurrë budallaqe apo të pavlera. Burra që din të qëndrojnë më këmbë, edhe nëse një ditë u është dashur që të ndahen. Nuk ma merr mendja se do të gjej ndonjëherë një burr të tillë. Kur nuk do ta gjesh nëse vendos të rish me burra që nuk janë kështu. Të rish me burra që mendojnë vetëm të përdorin, të abuzojnë, të godasin dhe të dëmtojnë deri në këtë gjendje që je ti tani në spitale, dashur Rajna. Kur nuk do ta gjesh nëse pranon një burr që nuk është i ndershëm, i sinqert, i respektueshëm edhe punëtor. Ke të drejtë. Më vjen keq. Por jam kaq e lodhur, Klara. E kuptoj. Dëgjoj. Unë po largohem dhe po të lë të pushosh. Por edhe diçka para se t'iki. Shiko dorën tënde, Rajna. Çfarë të shoh? Dorën tënde. A mund ta lëvizësh dhe ta vësh këtu? Pikërisht këtu mbi dorën time? Po. Treq, më dhëm shumë, por ja. Kjo është Rajna që unë njoh. Edhe kur ndihesh sikur nuk mundesh më, edhe kur mendon se nuk ka asnjë shpresë, nuk është e vërtetë. Ti bën zgjedhje çdo ditë. Ndoshta edhe zgjedhje që duken të parëndësishme. Për shembull, të zgjedhësh se ku do ta vësh dorën. Dhe kjo do të thotë se ti përsëri mund ta ndryshosh jetën tënde nëse vërtet dëshiron ta bësh. Nëse je e gatshme të largohesh nga ato copza kënaqësie që ti mendon se janë dashuri, nga ato copza pas të cilave je mbërthyer aq fort, dhe nëse dëshiron të shpresosh për diçka më të mirë. Ti je fort, e guximshme, je grua shumë e bukur dhe ke kaluar shumë përmes tuhive. Por je ende këtu dhe mund të qëndrosh në këmbë. Rajna, unë do të vi përsëri të shoh dhe të sigurohem se po e merr veten. Dhe gjithashtu do të lutem për shërimin e trupit tënd dhe të zemrës tënde. Faleminderit. Dua që ta bësh këtë, sepse ndihem shumë e vetmuar dhe kam shumë frikë. Oh, por ti nuk je vetëm, e dashur Rajna. Perëndia është në këtë dhomë spitali me ty. Ai është i gatshëm të të ndihmojë në këtë situatë të tmerrshme. Edhe infermierët janë këtu për të të ndihmuar dhe çdo gjë do ta kalojmë së bashku. Mos u dorëzo, Rajna. Ky program është prodhuar nga Thesaret të Fshehura, një projekt i Transworld Radio, shpresë për ty. Të gjitha këto episode janë menduar për përdorim personal dhe privat të dëgjuesit. Episodet Thesaret të Fshehura nuk mund të kopjohen ose të rishpërndahen në ndonjë mënyrë tjetër pa një leje të shkruar. Për të marrë leje për ta përdorur këtë program për organizatën tuaj, ju lutem na shkruani në hiddentreasures@twr.org. Edhe njerë kontakti i mailit është hiddentreasures@twr.org. Faleminderit. Ju mund të keni siguri në premtimet e Perëndis. Dëgjoni. Unë pres Zotin. Shpirti im e pret. Unë kam shpresë në fjalën e Tij. Ah, Zot, Zot. Ja, Ti e sajove qiellin dhe tokën me fuqinë Tënde të madhe dhe me krahun Tënd të shtrirë. Nuk ka asgjë tepër të vështirë për Ty. E shini, asgjë nuk është e vështirë. Asgjë nuk është shumë e vështirë për Perëndin. Gjërat që ne na duken të pamundura, Perëndia nuk i ka problem.
Asgjë nuk është e vështirë për të. E vetmja gjë që ne duhet të bëjmë është të besojmë tek Perëndia. Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rriten çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im, prandaj do të kem shpresë tek Ai. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek Ai, me shpirtin që e kërkon. Gjë e mirë është të presësh në heshtje shpëtimin e Zotit. Përmenda emrin tënd, o Zot, nga thellësia e gropës. Ti e dëgjove zërin tim. Mos ja fshi veshin tënd mëshirëti e mësime, thirrjes time për ndihmë. Kur të kam thirrur ti e afruar, ke thënë mos ki frikë. O Zoti, ke mbrojtur çështjen e shpirtit tim, ti ke çliruar jetën time. Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forcat e reja, ngrihen me krahas si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Nga kohët e lashta askush nuk ishte dëgjuar kurrë, asnjë vesh nuk ishte dëgjuar dhe asnjë sy nuk ishte parë ndonjë Perëndi tjetër veç Teje, që vepron për atë që ka shpresë tek Ai. Ki besim të madh te Zoti, je fort, ki zemër, ki besim të madh te Zoti. Por unë do të shikoj te Zoti, do të shpresoj te Perëndia i shpëtimit tim. Perëndia im do të më dëgjoj.